Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'd, fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë e tij të panumërta. Salavatet dhe selamet i atëshëm njeriu të më dashur zemrave tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët ndjekin në rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun xhallahu ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që këto ndeja, këto mezhlise Allahu xhallahu ala t'i bëjë të bereqetshme dhe ardhjen tonë, këto tubime Allahu ta vendosë në peshorën e veprave të mira, në ditën kur më shumti do të kemi nevojë për vepra të mira, që kjo peshore të peshoj dhe ne të shpërblehemi me shpërblimet e Allahu xhallahu ala. Vëllezër, momentet e para të insanit, njeriut, Allahu xhallahu ala na tregon Kur'an se ai ishte në një vend me plot begati, në një vend me plot mirësi, në një vend në cilin vend ai ishte ambientuar dhe kishte gjithçka për rreth tij. Dhe begatia më e madhe që e kishte njeriu, flasim për Ademin alayhis salam me bashkëshorten e tij Hawan alayhas salam, begatia më e madhe që kishin në xhennetin e Allahut ishte afërsia e tyre që kishin me Zotin e tyre xhallahu ala. Dhe kjo është begatia e njeriu edhe në jetën e kësaj dhunjaje, afërsia që e ka me Allahun xhallahu ala. Për shkak se ne kur mendojmë për xhenetin e Allahut, zakonisht na shkon ndërmend ose na shkon mendja tek mirësi dhe begati të cilët syri on kënaqet dhe gjymtyrët tona i prekin dhe i shijojnë dhe i ndjejnë ato. Ndërkaq harrojmë begati më të mëdha sikurse që është afërsia e Allahut xhallahu ala, ose lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bëjë prej xhenetlive ose të qenurit në prani dhe në afërsi të njerëzve më të mirë, pejgamberëve të Allahut, shehidave, njerëzve të sinqert, atyre të cilët kanë dhënë më të shtrenjtën e tyre që kjo fe e Allahut xhallahu ala të lartësohet. Andaj Ademi alayhis salam ishte në xhennetin e Allahut dhe ishte ambientuar në këtë vend. E Allahu xhallahu ala momentet e para të insanit i përshkruan duke treguar për nxjerrjen dhe dëbimin e këtyre njerëzve, babës tonë Ademit alayhis salam nga xhenneti, në këtë dunja e cila dunja do të jetë sprovë dhe do të jetë një test, një ihtibar për njeriu. Thot Allahu xhallahu ala në Kur'an, duke përshkruar gjendjen e njeriut, thot fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Thot e shejtani, djalli i mallkuar, i mashtroi ata të dy dhe i nxori Allahu xhallahu ala pra nga begatit dhe nga mirësit ku ata gjindeshin, mimma kana fihi. Do më thonë ata ishin të lumtur në xhenet e Allahu xhallahu ala i nxori në dunja. Thot Allahu wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. E ne i zbritëm ata, pra shprehja e parë është i nxorëm. Dhe dallimin mes shprehjes me dal vet nga një vend dhe me të nxjerr dikush, do më thonë është një dallim i madh. Me dal vet njeriu mund dal me vullnetin e tij nga një vend i caktuar. Mirë po me të nxjerr dikush do të thotë që ti ke bërë një mëkat, ke bërë diçka të pahishme që nuk i ka takuar vendit dhe fqinjësisë ku ti ke qenë e që ka arritur deri tek dëbimi ose nxjerrja nga ai vend. E Allahu xhallahu ala ka përmend shprehjen se këta dy u nxorën nga xheneti. Pastaj tha, thot Allahu xhallahu ala wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dhe ju tham atyre dyve, pra zbritni në tokë që t'jeni armiq të njëri tjetrit, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dhe ju në këtë tokë do të keni mirësi, do me thonë, vendbanime, dhe do të keni një afat mata'un ila hin, një afat caktuar kohor, sa do t'jetoni jetën e kësaj dunjoje. Dhe ardhja, momenti i ardhjes së tyre në dunjo, si që kanë thonë djetarët, është bidajetul ikhtibar, është fillimi i provimit dhe i testimit. Që në këtë lloj provim dhe në këtë lloj testim marrin pjesë të gjithë ne vëllezër. Si që ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu e mëshiroft, në momentin kur robi
vendos këmbën e tij, që ka për qëllim ardhjen këtë dunja, momentin kur njeriu del nga barku i nënës, menjëherë fillon provimi dhe fillon testimi i tij për gjatë rrugtimit që e bën ai drejt Allahut xhelle wala. Dhe thot wa bidayatul ghurba, dhe fillon ndjenja e të qenurit i huaj. A keni vënë re në dunjë vëllezër, pavarësisht se je i rrethuar me shumë njerëz, me familjar, me miq e me shok, përsëri ka momente që njeriu e kaplon një ndjenjë e të qenurit i huaj, edhe në mesin e njerëzve. Një farloj gurbeti, qoftë edhe në vendin ku ai jeton, vendin e lindjes. Një lloj ngushtësie në zemër. Për të na bërë me dije Allahu xhallahu ala se kjo është sprov, nuk është vendi esencial i njeriu dunjaja, por është xheneti i Allahut. Andaj ne nuk jemi krijuar për të jetuar në dunjë dhe për të kënaqur në dunjë. Ne jemi krijuar për të sprovuar dhe për të testuar nga ana Allahu xhallahu ala dhe për të parë Allahu subhanahu wa taala se si do të jetë raporti ynë përballë këtyre sprovave. Andaj këtë lloj gurbeti nuk ndodh që të mos e përjetojë një njeri i cili ka ardhur në jetën e kësaj dunjaje, kush do qoftë ai. S'ka njeri i cili ka shkel mbi këtë sipërfaqe të tokës e që të mos ndjehet në momente të caktuar i vetmuar, që të mos ndjehet në momente të caktuar i ngushtuar përkundër gjerësisë që e ka kjo tokë dhe përkundër gjerësisë që e ka kjo dunjë. Për shkak se Allahu xhallahu ala ka bërë të tillë. Andaj njerëz të cilët ndoshta jetojnë në pallate dhe jetojnë në shtëpia të gjëra, në kushte të mira ekonomike, përsëri vëllezër, ka momente që i kaplon ngushtësia e zemrës. Jetojnë në mosrahati dhe jetojnë në një farlloj gurbeti që vetëm ata dhe Allahu xhallahu ala e di. Andaj me të ardhur njeriu në dunjë e përjeton këtë ndjesi. Dhe nuk ka njeri që nuk kalon nëpër momente të tilla. Për shkak vëllezër se ky ishte momenti i parë i largimit njeriu nga Allahu xhallahu ala. Ademi alayhis salam u dobua nga xheneti në tokë dhe filloi ajo ndjesia e përjetimit se çfarë do të thotë të jesh larg Allahut. Ishte në xhenet afër Allahut te bareke ve taala dhe erdhi në një dunjë me sprova dhe me teste të ndryshme. Dhe sprova më e madhe, ajo ndjenja më e fuqishme që e godit të zemrën e Ademit alayhis salam dhe e godet vazhdimisht zemrën e çdo robi në jetën e kësaj dunjoje është largimi nga Allahu xhallahu ala. Njerëzit të cilët janë larg Allahut nuk mund të jenë të qetë. Njerëzit të cilët janë larguar nga rruga e Allahu xhallahu ala nuk mund të jenë të rahatshëm në jetën e kësaj dunjoje. Andaj në fillimin e këtij testimi, në fillimin e kësaj sprove, ajo që na nevojitet ne të kuptojmë është të marrim vesh se çfarë na afron neve tek Allahu xhallahu ala. Çfarë duhet të bëjmë, cilat janë rrugët, të cilët rrugë neve na shpihen përsëri atje ku ishim. Në afërsi me Allahun xhallahu ala. E Allahu subhanahu wa taala vëllezër, nga mëshira e tij, nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala, na e ka sqaruar ose na i ka sqaruar rrugët të cilët rrugë ja mundsojnë njeriu ta largojë këtë ndjenjën e vetmisë që ai e përjeton në jetën e kësaj dunjaje. Askush tjetër në dunjë nuk mund ta mësoj dhe ta udhëzoj njeriu në formën më të mirë dhe më të përsosur se si mund ta largoj këtë vetmi, këtë ngushtësi të zemrës, sikurse që na mëson Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu nga rahmeti i tij, nga mëshira e tij, nuk e la Ademin alayhis salam që të bredhte në jetën e kësaj dunjoje dhe në tokën e kësaj dunjoje. Por nga mëshira e tij, Allahu xhallahu ala ja tregoi dy forma dhe dy mënyra se si ai ta largoi këtë ndjesi të qenurit i huaj në dunjë dhe se si ai të afrohet përsëri tek Allahu xhallahu ala dhe të rregullojë raportin e tij me Allahun subhanahu wa taala. E para vëllezër, pika e parë ose gjëja e parë që i nevojitet njeriu për ta larguar këtë ndjesi të vetmisë në jetën e kësaj dunjoje, cila është? Cilat janë vëllezër sot format dhe metodat që përdorin njerëzit për ta larguar vetmin? Zakonisht njerëzit zgjedhin argëtime të ndryshme për t'u larguar mendja e tyre nga realiteti në të cilën ata gjenden. Ata kanë ardhur në dunjë. Ne kemi ardhur në dunjë.
Duam apo nuk duam, ne do të sprovohemi, sepse nuk është në dorën tonë kjo gjë. Mirë po është në zgjidhjen tonë të gjejmë mënyrën dhe formën se si ta largojmë këtë ndjesi të vetmisë. E cilat forma sot zgjedhin njerëzit për ta larguar këtë ngushtësi të zemrës që ata e përjetojnë? Zakonisht gjejmë të ri të cilët mundohen me anë të ndëgjimit të muzikës ta largojnë vetminë. Gjejmë njerëz të cilët mundohen me anë të argëtimeve të ndryshme për ta larguar monotoninë që ata zakonisht e ndjejnë në jetën e përditshme. Me gjithë të mirat që Allahu xhallahu ala u ka dhënë. Ndërka që mësimi që Allahu ja dha Ademit a.s. e që ky mësim vlen edhe për ne, se si ne mund ta largojmë këtë ndjesi të qenurit të huaj dhe të vetmuar në jetën e kësaj dunjaje, edhe nëse rrethohemi me njerëz, është kthimi tek Allahu dhe pendimi tek Allahu xhallahu ala. Pas çdo mëkati, pas çdo gabimi, të kuptojmë se kemi një Zot i cili na i fal këto gjunahe. Dhe kjo ka për të na larguar neve ndjenjen e vetmisë në jetën e kësaj dunjaje. Kjo ka për të na larguar neve ngushtësinë që zakonisht ne ndjejmë zemrat tona pas çdo mëkati dhe pas çdo gjunahi ose lëshimi që ne kemi në raport me Allahun xhallahu ala. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayh." Tha Ademi a.s. Tha Allahu xhallahu ala për Ademin a.s. "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin." Ademi tha pranoi disa fjalë, disa mësime nga Allahu xhallahu ala. Cilat ishin ato mësime? Ishin mënyra dhe forma se si ai t'i drejtohet Allahu xhallahu ala për t'i kërkuar falje për gabimin që e bëri kur ishte në xhennetin e Allahut. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Fataba alayh." E Allahu pasi që ja mësoi këto fjalë nga mëshira e tij, Allahu ja pranoi pendimin. Thot Allahu xhallahu ala: "Innahu huwa at-tawwabur rahim." Me të vërtet Allahu është at-tawwab, ai i cili pranon vazhdimisht pendimin e robërve të tij. A do ta largosh ngushtësinë e zemrës? A do ta largosh ndjesinë e vetmisë në jetën e kësaj dunjaje? Pendohu tek Allahu xhallahu ala. Kthehu tek Allahu subhanahu wa taala. Wallahi kjo është forma më e mirë se si mund të arrijmë një rahati në jetën e kësaj dunjaje, vetëm duke u afruar tek Allahu xhallahu ala. Vetëm duke u penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj ky pendim është shkak që ta kthejë njeriu në fqinësi me Zotin e tij xhallahu ala. Pendimi bëhet shkak që ta kthejë njeriu aty ku ishte, në pozitën në cilën ai ishte. Ndërka që mëkati dhe gjunahi zakonisht është shkak dhe gjithmonë jo zakonisht është sebeb që ta nënçmojë njeriu dhe t'ja ushqej zemrën me ndjesi që ai ndjet i bezdisur në jetën e kësaj dunjaje. Andaj Allahu xhallahu ala tha: "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin." Ademi a.s. i pranoi këto fjalë nga Allahu xhallahu ala, mënyrën se si t'i kërkonte falje Allahu subhanahu wa taala. Fataba alayh, e Allahu ja pranoi pendimin. Pranoi fjalët e Allahu xhallahu ala. Pranoi udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, në qoftë se dëshiron që të largohet nga zemra yte çdo breng dhe çdo shqetësim që ti e përjeton në jetën e kësaj dunjaje. Dhe gjëja e dytë, vëllezër, që ja mësoi Allahu xhallahu ala Ademit a.s. e që nëpërmjet këtij mësimi dëshiron që të na mësoj dhe gjithë neve se si të na largohen këto ndjesi dhe këto ngushtësi të zemrës që ne i përjetojmë, është ndjekja e udhëzimit nga ana e Allahut xhallahu ala. Sepse nuk ka gjë e cila e largon frigën nga zemra e njeriu dhe trishtimin pas pendimit tek Allahu xhallahu ala se sa ndjekja e udhëzimit, vëllezër. Çfarë tha Allahu xhallahu ala? "Kul nahbitu minha jami'an." Ne ju tham që të gjithë atyre që zbrisnin tokë. "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Tha Allahu xhallahu ala, tha ne ju tham që të gjithë atyre që zbrisnin tokë. E kur t'ju vi udhëzimi ynë, cili udhëzim? Udhëzimi Allahu xhallahu ala, libri Allahut. Udhëzimi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu xhallahu ala: "Faman tabi'a hudaya fala khawfun." Tha ai i cili kapet fort pas këtij udhëzimi dhe e ndjek këtë udhëzim të Allahu xhallahu ala, fala khawfun alehim. Këtij nuk i përket friga.
Ky njeri I cili kapet pas udhëzimit të Allahut për këtë nuk ka frikë. Thon dietarët Islam, thot Ibn Kathiri vëllezër, për këtë njeri nuk ka frikë sa jeton në dunja, për këtë njeri nuk do të ketë frikë në momentet më të vështira ku zakonisht vetëm paramendimi I varit dhe I jetës berzahut shkakton frikë tek njeriu, ky do të jetë I sigurt dhe nuk do të ketë frikë në ditën e frikës më të madhe, në ditën e gjykimit kur do të dalin para Allahut xhallahu ala. Cili njeri? Ai cili e ndjek udhëzimin e Allahut xhallahu ala. Andaj Allahu I madhruar thot: "Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Ai cili e ndjek udhëzimin tim, fala khawfun 'alayhim. Ky njeri nuk ka për të pas frikë, wala hum yahzanun. Dhe ky njeri nuk do të përjetojë dëshpërim. Në jetën e kësaj dunjoje nuk do të jetë I dëshpëruar në varrin e tij dhe nuk do të jetë I dëshpëruar më e rëndësishmja në ditën kur do të dalë para Allahut xhallahu ala. Andaj vëllezër, nuk mund që ne të paramendojmë që të jetojmë në mirëqenie, në kuptimin që të jemi të rahatshëm në zemrat tona pa këto dy gjëra. Pa mos pas pendim të vazhdueshëm tek Allahu xhallahu ala për gjunahet tona dhe pa mos me ndjek udhëzimin e Allahut te bareke ve taala. Dhe thot Ibn Qayyim rahimahullah: "Wa ala hadhani kanat da'watu al-anbiya'i war-rusul." Dhe në këto dy gjëra, thot Ibn Qayyim, ishte thirrja dhe daveti I pejgamberëve dhe të dërguarve të Allahut. Në këto dy gjëra, që ata të kthehen tek Allahu dhe njerëzit ndjekin udhëzimet e Allahut. Ti kthehen Allahu xhallahu ala duke u adhuruar në formën siç meriton Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot Ibn Qayyim rahimahullah: "Wa innahuma janaha shahadatu at-tauhid la ilaha illa Allah." Dhe këto dy gjëra thot janë krahët e shahadetit, dëshmisë më të madhe, la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Nuk meriton me të drejtë të adhurohet askush tjetër pos Allahu xhallahu ala dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij. Dhe thot Ibn Qayyim rahimullah: "Fala ilaha", me shprehjen la ilaha nuk meriton të adhurohet askush tjetër, thot kjo nën kupton se ne e zhveshim veten tonë nga çdo gjë tjetër jashtë asaj që meriton të adhurohet. Dhe fjala illa Allah, përveç Allahut, thot ky është qëllimi I besimtarit. Që vetëm Allahun të adhuroj, vetëm tek Allahu të mbështetet, vetëm tek Ai të kthehet, sepse siç thash më herët vëllezër, vetëm në afërsi me Allahun zemrat gjejnë rehati. Vetëm duke u afruar tek Allahu xhallahu ala, duke pasur një raport mirëfillt me Allahun xhallahu ala, në këtë formë njeriu mund të jetë I rahatshëm dhe në këtë formë njeriu mund ta largoj brengën, shqetësimin dhe vetminë të cilin ai e ndjen në jetën e kësaj dhunjaje. Dhe ky është udhëtimi I njeriu për tek Allahu xhallahu ala. Ose thënë ndryshe, ky është ai hijreti I kërkuar që duhet ta realizojë çdo besimtar në jetën e kësaj dhunjaje. Ky është ai emigrim që robi duhet ta realizojë në jetën e kësaj dhunjaje për tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, sot në këtë dhunjë, në jetën e përditshme, njerëzit emigrojnë në vendet ndryshme. Njerëzit kanë dëshira, kanë nevoja, njerëzit kanë synime dhe qëllime të saktuara. Po lind pyetja për ku emigrojnë, cilët janë qëllimet e tyre, cilët janë nevojat e tyre, cilët janë kërkesat e tyre. A është kërkesa më madhështore e njerëzve sot që ata të jenë të udhëzuar, që Allahu t'u jep udhëzimin? A është nevoja më e madhe e njerëzve sot që ata të jenë më afër Allahu xhallahu ala? A është emigrimi I secilit prej nesh sot nga diçka që nuk e do Allahu xhallahu ala në gjërat dhe në vendet në cilët arrihet kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala? Andaj ky është ai emigrim që kërkohet nga çdo besimtar që ta bëjë jetën e kësaj dhunjoje. Të emigrojë me zemrën e tij fillimisht për tek Allahu xhallahu ala. Andaj nga kjo që treguam, dietarët islam kanë nxjerrë se ekzistojnë dy lloj hijrete, dy lloj emigrime ose rrugtime që njeriu I bën për tek Allahu xhallahu ala, ose dy forma të udhëtimeve. E para është udhëtimi ose emigrimi me zemër për tek Allahu dhe tek pejgamberi I Allahut. Dhe kjo është baza e shpërnguljes, baza e rrugtimit në jetën e kësaj dhunjoje. Një njeri I cili nuk udhton me zemrën e tij për tek Allahu, nuk ka mundësi që të udhtoj me këmbët dhe gjymtyrët e tij. Sepse ajo që realisht na mundson neve të afrohemi tek Allahu xhallahu ala
është zemra jonë. Nga se në këtë zemër gjendet imani. Nga kjo zemër burojnë veprimet tona, nënshtrimet tona dhe bindjet tona ndaj Allahu xhallahu ala. Dhe ky është, thot Ibn Kaimi, ky është hijreti më i rëndësishëm që i takon besimtarit në jetën e kësaj dhunjaje. Hijreti me zemër për tek Allahu dhe pejgamberi i Allahut. Ta doj Allahun xhallahu ala dhe pejgamberin e Allahut, muslimani dhe besimtari, më shumë se çdo kënd tjetër në jetën e kësaj dhunjaje. Ne ndoshta vëllezër me fjalët tona, me pretendimet tona, asnjëri nuk e mohon se e duam Allahun dhe pejgamberin e Allahut më shumë se çdo gjë tjetër. Mirë, por realisht kur i shohim prioritetet tona në jetën tonë, na e dëshmojnë atë që realisht ne për ku emigrojmë realisht. Kujt i kushtojmë rëndësi dhe kush ka më shumë peshë në zemrat tona? A ka Allahu xhallahu ala, kënaqësia e Allahut, mësimet dhe udhëzimet e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, apo gjëra të tjera në jetën e kësaj dhunjaje? Dhe gjëja e dytë vëllezër, dhe kjo është në fakt kuptimi i ajetit kuranor që Allahu xhallahu ala e urdhron pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, po gjithashtu dhe neve, duke thënë Allahu xhallahu ala war-rujza fahjur, dhe ti o Muhammed largohu nga ndyrësia. Kë ka quajtur Allahu xhallahu ala ndyrësir, gjë të dytë. Për çfarë e ka urdhëruar Allahu te bareku ve taala pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që të largohet nga ndyrësia? Për çfarë është qëllim me shprehjen ndyrësia? Është adhurimi i idhujve dhe i statujave të cilat gjindeshin përreth Ka'bes, duke ja bërë me dije se dhe war-rujza fahjur, dhe ti braktisi këto adhurime të kota. Bëj emigrim për tek Allahu xhallahu ala duke i njësuar Allahun subhanahu wa taala me gjitha format e ibadetit dhe adhurimit. Andaj vëllezër, dhe ne sot nuk adhurojmë idhuj, nuk adhurojmë statuja, ama kemi problem nga njëherë se këto lloj statuja, këto lloj idhuj, këto lloj gjëra të cilat kanë zënë vend në zemrat tona që nuk janë ndoshta në forma fizike, nuk i shohim, kanë më shumë peshë dhe ne synojmë që më shumë këtyre t'ju kushtojmë rëndësi se sa kënaqësisë Allahu xhallahu ala. Dhe kjo tregon në jetën e përditshme. A japim me lehtësi ne përparësi një ligjërate, një mezhlisi të hajrit, namazit me xhamat, veprimeve të hajrit në cilat veprime arrihet kënaqësia e Allahut, apo gjërave të ndryshme në jetën e kësaj dhunjaje, që ndoshta na janë lidhur zemrat pa mos me e kuptuar ne. Sa prej neve vëllezër jemi të sprovuar me një ndeshje të futbollit. Thret ezani dhe nuk kemi gjendje gatishmërie ndoshta për ta lënë këtë ndeshje dhe për të arritur kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, ti përgjigjemi Allahut në namazin me xhamat. Po, është e vërtet ne nuk i përulemi ndonjë idhulli, mirë po zemra është lidhë me diçka. Me çka është lidhë zemra jonë? A është realisht duke emigruar zemra jonë për tek Allahu xhallahu ala, për tek kënaqësia e Allahut, për tek dashuria e Allahut, tek mbështetja e Allahut, tek friga vetëm prej Allahut xhallahu ala? Apo është lidhë me gjëra tjera në jetën e kësaj dhunjaje? Dhe gjëja e dytë vëllezër, hijreti i dytë, emigrimi i dytë, është emigrimi me anë të trupave tonë, me anë të fizikut. Dhe kjo ka ndodhur, është emigrimi nga një vend në një vend tjetër, wa hadhihi allati urifa biha al-muhajirun. Dhe kjo është ajo nëpërmjet të cilës u bën të njohur kush? Muhajirët, ata të cilët lanë vendin e tyre, lanë Mekën. Për çfarë lanë Mekën? Për të arritur kënaqësinë e Allahut. Vëllezër, ata nuk e lanë Mekën pse Medinja ishte më e mirë. Ata e lanë Mekën për t'ju bashkangjitur pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, jo për shkak të mirave dhe begative që i posedonte Medinja, po për shkak të imanit që ata ndjeshin më të sigurt afër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është ai hijreti me anë të trupit, të cilit këta grup besimtarëve Allahu xhallahu ala i veçojnë nga një pjesë e madhe e sahabëve dhe i dalloi për shkak të sakrificës së madhe që treguan, duke lënë pasurinë e tyre, duke lënë familjarët e tyre vetëm për të synuar kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. E nuk mund që të ndjehet i huaj pavarësisht se ku shkon një njeri i cili synon kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Këta e lanë Mekën, e lanë pasurinë, e lanë familjen
Megjithatë ishin të lumtur në praninë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ishin të lumtur kur kishin mundësi t'i bien sejdë Allahu te bareku te ala duke mos ju bërë zullum askush. Vetëm e vetëm që të realizonin qëllimin e tyre në ardhjen e jetës së kësaj dhunjaje. Dhe Allahu xhallahu ala e përshkruan gjendjen e këtyre muhaxhirëve duke thënë: lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Thot Allahu xhallahu ala, një pjesë e plaçkës së luftës ku flet pak më herët në këto ajete, thot ju përket nevojtarëve prej muhaxhirëve, atyre të cilët u dëbuan nga shtëpiat e tyre dhe nga pasuritë e tyre. Për çfarë arsye? Yabtaghuna fadlan min Allah, për shkak se dëshironin dhe kërkonin mirësinë e Allahut. Pastaj tha Allahu xhallahu ala wa ridwana, dhe kërkonin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ne e synojmë kënaqësinë e Allahut xhallahu ala me lëvizjet tona që i bëjmë jetën e kësaj dhunjaje. Për çfarë lëvizim ne dhe për çfarë kanë lëviz sahabët? Për çfarë ndrojmë një ambient ne dhe për çfarë kanë ndruar një ambient sahabët vëllezër? E gjitha ka qenë kënaqësia e Allahut xhallahu ala. Pavarësisht ndoshta mund të kenë qenë edhe në rrethana më të vështira, por kur ka qenë në shprehje arritja e kënaqësisë së Allahut, falja e Allahut xhallahu ala, kanë qenë në gjendje gatishmërie që të lënë pasurinë e tyre, që të lënë familjet e tyre, më të dashurit e tyre, vetëm e vetëm që tregojnë dorëzim të plot karshi urdhrave të Allahut dhe urdhrave pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka qenë gjendja edhe e pejgamberëve të Allahut. Allahu xhallahu ala tregon në rastin e Ibrahimit alayhis salam, thot Ibrahimi alayhis salam: "Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Tha Ibrahimi alayhis salam, unë përshpërngulem të kush? Ila rabbi, tek Zoti im, që ka për qëllim tek një vend ku do të kem mundësi t'i bindem Allahu xhallahu ala. Andaj ajo që kërkohet prej nesh vëllezër është që të mundohemi që me zemrat tona të udhtojmë për tek Allahu xhallahu ala, duke zgjedhur një shoqëri e cila do të jetë më e përshtatshme që ne të adhurojmë Allahun xhallahu ala. Nuk mund që ne të jemi të rregullt në namazet tona nëse jemi në një shoqëri ku ata nuk i binden Allahun xhallahu ala me këtë urdhër. Nuk mund që ne të jemi të lidhur me librin e Allahut kur vazhdimisht jemi të rrethuar nga njerëz të cilët veshët e tyre dhe zemrat e tyre i kanë të lidhur me muzikë. Andaj duhet të udhtojmë për tek Allahu duke zgjedhur ambiente të përshtatshme, shoqëri të duhur, njerëz të duhur, vende të duhura ku ne mund të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Madje ky ishte edhe gjendja e sahabëve, sikurse që e përmendëm, e Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a." Thot Allahu te barek ve taala, kushdo që del dhe shpërngulet për hir të Allahut xhallahu ala, qoftë nga një vend ose qoftë nga një ves ose qoftë nga një shoqëri, qoftë nga diçka me cilën nuk është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, Allahu i madhruar ka premtuar duke thënë: "Yajid fil ardi muraghaman kathiran." Muraghaman vëllezër do të thotë do të gjej një ambient, një hapësirë nga i cili do të jetë i mbrojtur me imanin e tij. Do të jetë i mbrojtur për t'ju bindur Allahu xhallahu ala. Dhe thot Allahu te barek ve taala: "Wasa'atan", dhe do të gjej gjerësi në gjoksin e tij, gjerësi në mendjen e tij. Do të gjej domethënë gjerësi në çdo kuptim të fjalës. Kush? Ai njeriu i cili realisht mundohet që të lëvizjet dhe të jetojë për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E Allahu i madhruar pastaj thot: "Wa man yakhruj min baytihi", e kushdo që del nga shtëpia e tij, muhajiran ila Allah, për të shpërngulur tek Allahu subhanahu wa taala, tek kënaqësia e Allahut dhe tek pejgamberi i tij, thumma yudrikhu al-maut, e pastaj thot këtë njeri e zë vdekja, nuk arrin aty ku duhet, e zë vdekja, faqad waqa ajruhu ala Allahi wa kana Allahu ghafuran rahima. Thot ky njeri vetëm se e ka arritur shpërblimin e Allahut xhallahu ala, nga sa Allahu te barek ve taala është falës dhe është mëshirues. Ky ajet vëllezër ka zbritur tek një sahabi i cili e ka patur emrin Damrata ibn Jundub,
i cili ka jetuar në Mekë. Pasi që sahabët kishin shkuar në Medine me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, një grup 8 i vogël kishin ngelur në Mekë. Dhe një ditë prej ditëve ju thot fëmijëve të vet, thot më përgatitni që të udhtoj për tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medine, që të arrijë kënaqësinë e Allahut, edhe pse ishte i shtyr në moshë. Në momentin kur arrin tek një vend në Mekë, sigurisht që gjithë ju të cilët keni qenë në Mekë e dini, Mesjid Tenaim, ose ndryshe është Mesjid Aisha, radiallahu anha, zakonisht ku njerëzit dalën domethënë për të kryer një umre të dytë, për shkak se Aisha radiallahu anha ka bërë niyetin pikërisht nga ai vend dhe banorët e Mekës kur bëjnë niyetin për umre, dalin nga ky vend. Kur arrin te ky vend e zë vdekja, po para se ta zë vdekja vëllezër, i bën këtë formë duart e tij, ky sahabi, dhe pastaj domethënë i bashkon shuplakat e tij dhe i thot Allahu xhallahu ala, thot ky është besatimi im për ty o Allah. Pastaj vepron dhe një herë në të njëjtën gjë, duke përsëritur, thot dhe ky është beja ose besatimi që ja jap pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. E ky ajet që e përmendëm ne se kush del nga shtëpia e tij për të bërë hijret tek Allahu dhe tek pejgamberi i tij, vetëm se e ka arritur shpërblimin e Allahut, edhe nëse zë vdekja, ka zbritur pikërisht për këtë sahabi, i cili ka dashur që t'i bashkangjitet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të arrijë kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Këta janë njerëz të cilët kanë jetuar për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, le të jetë motoja jonë në jetën tonë që të emigrojmë për tek Allahu subhanahu wa taala, me zemrat tona, po edhe me gjymtyrët tona, edhe me trupat tanë. Të shkojmë në vende ku arrihet kënaqësia e Allahut xhallahu ala. Nuk e kam për qëllim që dalim nga vendi jonë, por e kam për qëllim që të ndrojmë ambientin, të ndrojmë shoqërinë nëse e shohim se nuk ka rrethana të përshtatshme për të formuar ne si besimtar, siç kërkon Allahu xhallahu ala. E këtu është ajo sfida jonë. Këtu kërkohet nga ne që të sakrifikojmë. A jemi në gjendje ne që ta lejmë një shoqëri të keqe për hir të Allahut xhallahu ala? A jemi në gjendje që ne të braktisim vese të këqija me cilët vese nuk është i kënaqur Allahu xhallahu ala? Dhe këtu tregohet ajo sinqeriteti jonë dhe shpaloset besnikëria jonë që e kemi ndaj Allahu xhallahu ala. Nga se nuk kërkohet nga ne që ne sot të lejmë ndoshta vendet tona për të shkuar në Mekë në Medinë. Nga ne kërkohet që të lejmë cilësi të ulta, vese të këqija, të cilët gjithmonë në përditshmërinë tonë na mashtrojnë shejtani duke na ulë ndoshta nga nivelet larta të moralit në nivelet ulta. Sot neve shejtani nuk jemi në xhenet që të na mashtrojë që Allahu xhallahu ala të na nxjerr nga xheneti në dunjë. Ne jemi në dunjë, jemi në testime sipër, jemi në sprove sipër. Ama nuk ndodh që shejtani të na mashtrojë që të na zbres nivelin e shoqërisë, jenë mesin e vëllezërve që falin namaz, të udhëzuar në sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, pas një kohë e sheh veten me njerëz të cilët ditën dhe natën luajnë kumar. Dhe kjo është një farlloj ulje, një farlloj zbritje, një farlloj degradimi që mund të na kaplojë gjithë secilit prej nesh. Andaj të mundohemi që të arruajmë këtë nivel të emigrimit tonë për tek Allahu xhallahu ala, me zemrat tona dhe me trupat tanë, dhe të kemi gjën më të shtrenjtë në jetën tonë, arritjen e kënaqësisë së Allahut. Kjo është synimi dhe qëllimi më madhështor dhe kërkesa më e madhe që duhet ta ketë mendjen e tij dhe në zemrën e tij çdo besimtar. Çfarë të bëj që të arrijë kënaqësinë e Allahut? Çfarë të bëj që të jem afër Allahut? Çfarë të bëj që Allahu të jetë i kënaqur me mua? Sepse kjo vëllezër, siç thash më herët, e largon ndjesinë e të qenurit i vetmuar në jetën e kësaj dhunjoje. Elus Allahun xhallahu ala që Allahu na mundsoj që gjithmonë të gjejmë rrugët të cilat na shpijnë kënaqësinë e Allahut. Elus Allahun subhanahu wa taala që Allahu na mundsoj që të jemi prej devotshmëve. Elus Allahun xhallahu ala që të na mundsoj që gjithmonë lëvizjet tona, punët tona, qofshin ato punë të zemrave tona, qofshin ato punë të gjymtyrëve tona, të jenë punë me të cilat arrihet kënaqësia e Allahut xhallahu ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اشرب